Tregu i fruta perimeve në Vlorë po shndrohet çdo ditë në një sfidë për qytetarët. Çmimet e produkteve ushqimore bazë janë rritur ndjeshëm gjatë javëve të fundit, duke bërë gjithnjë e më të vështirë për familjet të përballojnë kostot e përditshme. Produkte si domatja, qepa dhe patatja, dikur të përballueshme për çdo buxhet, tani kanë kapur nivele që kalojnë mesataren e muajve të kaluar. Ndërkohë që kostoja e jetesës rritet, pagat e të ardhurat e qytetarëve mbeten të pandryshuara. Për pensionin që marrën, ai pension 120.000 lekë, po neve ma vrian. Çmime shumë të larta. Shumë të larta, për ne jemi pensionistë e shkot. Jetojmë kot, rrojmë kot. Nuk merr dot një kokër domate 2.500 lekë. Çfarë do të ja mora 2 domate? Mora një kile presh edhe një sallatë, një kastravec. Përballohet kosto Në asnjë mënyrë, çfarë kosto? Çfarë përballohet? Në asnjë mënyrë. Jemi të mbarur, jemi të vdekur të keqenana. Në këtë panoramë, tregtarët gjithashtu nuk janë kurrësyer nga vështirësitë, më blerës gjithnjë më të pakët. Shitjet në treg kanë shënuar rënje të ndjeshme. Produktet shpeshherë mbeten pa ushitur, duke sjellë humbje për ata që jetesën e mbështesin mbi këtë aktivitet. Shqyve si pas tirës janë mirë. Gjithmonë dimër ka madhe eksporti dhe qyme normale nuk jasin verë. Si pas tirës mirë janë qyme. Ne kanë marrë punë në supermarketet. A i ka të gjitha. Në konkuron. A i jep 2-3 artikuj e 0-0. Këtë bjero ofertat si që bërë ata. Ne si marim do të sa ishet a i. A i urë 2 artikuj e ngop në tira se ka 1.000 artikuj. Tregu ka vdekur. Ku ka njësh nuk ka, shitje nuk ka, njeri nuk blen. Se nga dita ditë s'kumohet. Se s'ka ka niku, ka mbetur vetëm të njëjtët njerëz kemi këtu ne. Ja, rrim kështu se s'kemi ku vemi. Dhe shkojnë vetëm e ditë drejt falimentimit shumë. Po si ore, që se shikojmë ne? Po ka punë. Çmimet janë të shtrenjta, ja. Në çfarë do marrëm ato 2.000 lekë apo 5.000 lekë kjo dozë fundja? Ha blej do të gjëm. Prandaj nuk e mbaj. Familë pribret, ja ne plejt njerë marrim një bidon qumësh, që ndrojmi, në një qik kafe, edhe bukën, e në një gjë të lira shumë. Që të mishi zvemi do të njerë. 15 vjetë. 15 vite si e shikoni ndryshimin? Në mirë? Sa vjene më poshtë? Ja. Më keq. Po, ja shikoj, s'do të flasësh fare. S'ka njeri? Se shikon situatën, një shërbim, as një gjë, as keq. Është drejt të mbyllës këtë treg? Po ne kemi shpresa, ma se do hedhën dorën të rregullojnë. Shumë. E ndamë, ne morëm privatët. E hoqë nga shteti, e mori privat. Situata pasqyron një krizë të heshtur në jetën e përditshme të komunitetit, një kontrast mes bollokut në Tezg dhe boshllokut në Kulet, ndërkohë që ende nuk ka masa konkrete për të frenuar këtë val çmimesh. Tensioni ekonomik rritet dita ditës, duke sjellë një pasiguri që ndjehet në çdo qoshe të tregut.